O ju vëllezërit e mi, ai alayhi salatu wassalam asnjëherë nuk ecte në rrugë me shikimin lart. Çdo herë mbante atë në tokë, në shenjë thjeshtësie, modestie, kashi Allahu të madh te bareke ve teala. Kur erdhi dita e çlirimit të Mekës dhe priteshte që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam të hyjë në Mekë mbret, dhe si çlirimtar kësaj here, pas shumë viteve që banorët e Mekës e luftuan dhe e persekutuan atë alayhi salatu wassalam, por ja Muhamedi i biri Abdullahi salawatu rabbi wa salamuhu alayh, po hyn në Mekë mutati ar-ra's, duke pas kokën e ulur, se është duke hyrë në shtëpinë e të madhit Allah te bareke wa taala. Dhe vazhdoi Muhamedi biri Abdullahit që ta mban shikimin e tij të ulur në tokën në shenjë modestie dhe thjeshtësie para Allahu xhallahu wa ala, derisa të vijë dita e mahsherit të madh. Atë ditë kur Allahu xhallahu wa ala do t'i thotë ja Muhammed, irfa' ra'sak was'al tu'ta' washfa' tushfa'. O Muhammed, ngrite kokën dhe lutu se lutja të pranohet dhe ndërmjetëso se ndërmjetësimi do t'jipet. Atë ditë i biri Abdullahi, kur të gjithë të tjerë do ta ulin kokën dhe shikimet e tyre, do ta ngren Muhamedi salawatu rabbi wa salamuhu alayh. Dërgoni salavate dhe selame për Muhamedin sallallahu alaihi wasallam. U thash dhe përsëris, nuk ka modestie jo vëllezërit e mi si modestia e Muhamedit alaihi salatu wassalam.